Me këtë protest, me këtë kryengritje, me këto sakrifica, ju provoni shqiptarve se qëndroni të pamposhtur, para një të keqje që po e gryen këtë kombë sa asnjë pushtim tjetër në tërë ekzistencën e tij. Para një të keqje, para një dyshje, Rama Balluku, që po plaçkit këtë kombë më shumë se çdo pushtues tjetër në historinë e tij. Para një regjimi që përfaqëson narkoshtetën e parë dhe të vetëm në Europë. Prania juaj dje në bulevardin e Tiranës ishte projektori i madh i shpresës për të gjithë shqiptarët që ende nuk guxojnë të dalin nga emocionet e frikës, të gjithë shqiptarët, të cilët duan që Shqipëria të integrohet me dinjitet në Bashkimin Evropian. Pra, ju keni qenë dje në bulevardin e madh të Tiranës, ambasadorët më të shkëlqyer, përfaqësuesit më dinjitoz, elita e vërtet e kombit, e ndërgjegjes së tij, para çdo shqiptari dhe para partnerëve miqve të Shqipërisë në mbar botën. Edhe njerë lexojnë, shifnin mediat e tyre se çfarë jehone pozitive i kanë bërë. Dhe për një moment do t'ju lutesha, t'imagjinoni sikur ne të heshtim, sikur ne të mos ishim në përballje dhëm për dhëm me regjimin, se çfarë gjëmbe e vërtet do t'ishte për Shqipërinë dhe shqiptarët. Se si do t'a shfrytëzonin këte racisët anti-shqiptarë, si që shprehen edhe 3 javë më parë se shqiptarët janë të ambientuar me vjedhjen me korrupsionin. Imagjinoni ju, në rast se opozita nuk do t'ishte në përballje tegër, por do ndigjonte vuvuzelat mjerane të Edi Ramës. Këta kritizerë amoral, të cilët në vend se të bashkohen me popullin opozitar, në mburojtje të Edi Ramës, bëjnë gjithçka për dekurajuar protestën e tyre, e tij. Pra miq, edhe njëherë bekim në Zotit. Shqipëria u është përjet mirënjohëse. Shqiptarët u janë përjet mirënjohës për këtë sakrificë, që ne do ta vazhdojmë gjerë në largimin përfundimtar të kësaj të keqe të madhe, të këtij njeriu që ka vendosur moral të regjimit të tij, moralin e etërve të tij xhelat, të këtij njeriu që bllokoi bulevardin e protestës paqësore për të treguar frikën dhe tmerrin që ka nga protestuesit, të këtij njeriu që shërbehet nga horra, kriminal, plaçkic në të gjitha funksionet e narkoshtetit të tij, por ne qëndrojmë dhe të qëndrojmë të pamposhtur. Faleminderit. Alta Società, doktor, na u duk neve nga televizioni apo ajo makina e ujit në protestën e djeshme ju targetonte vetëm juve, sikur ishte e qëllimshme? Dhe e dyta, si ndiheni sot pas protestës? A keni pasur ndonjë pasojë? Sot ndihem më i motivuar se kur për protest, dhe se më nderojnë me targetimin që bën Edi Rama, ky frikacak i ult, ky kriminal ordiner, që njëherë nxjerr një bandit
në atentat për të festuar praninë e liderit europian në një atentat ndaj meje. Njëri tjetër urdhron një kriminal në timon për të drejtuar topin e ujit, por ta di mirë se Edi Rama nuk ka shpëtim. Çfarëdo që të përdor, ai do marr atë që meriton, do shkoj bashkë me lubin e tij dhe lindat e tij. Lindat e tij bashkëhajdute do shkoj atje ku e kanë vendin. Ky popull nuk ja fal kurrë Edi Ramës vjedhjet e të mërshme që ka bërë. Shqipëria dhe unë, mosbindja civile e zgjidh problemin brenda 24 orëve. Nuk do t'i besoj vetes Edi Rama, vetëm do të fshihet në frimën e mirë. Jep një ultimatum të tipit Trump e do të shikojmë Edi Ramën të gjunjëzuar. Edi Rama de facto është i gjunjëzuar dhe i poshtruar. Ju garantoj për këtë. Edi Rama që ta dinë shqiptarët, kudo që shkon, i tregojnë brylin. Kudo që shkon, i kthejnë shpinën. Kudo që shkon, sot ai është bërë gosipi i Europës. Lidhjet e tij patologjike me ballukun qarkullojnë sot kudo. Dosja balluku është dosje botërore, po dhe më tepër, lindat e Rama dhe lindat e Akshit janë famëzi sot në Europë dhe në botë. Dhe kjo është merite madhe, e jashtëzakonshme e atyre mira burrave grave që dalin në shesh për t'i thënë e popullit shqiptar se spajtohemi kur me këtë grup banditësh, për t'i thënë Europës dhe botës se ne spajtohemi kur me këtë regjim. Dhe në këtë kontekst, ju siguroj se do t'jetë jo e larg dita kur ai nuk do gjej vrimiu ku të futet. Faleminderit. Muharrem Kurti, doktor ju përshëndes, përsëri mbrëm pushtetin ambyty me gaz. Pyetja ime është, si do të veprojmë që ta dobësojmë këtë pushtet dhe ta rrëzojmë regjimin e Ramsurellit? Muharrem të përshëndes. Ne po veprojmë, të garantoj se po bëjmë gjën e duhur. Të lutem, mos u ndikon nga mediat e kontrolluar nga Rama, po ndiq kontrollo pak mediat botërore. Shiko çfarë jehonet jashtëzakonshme i kanë dhënë, qoftë dhunës policore ndaj kryengrizëve paqësor, por qoftë dhe shkaqeve themelore të kësaj kryengritje. Natyrisht, duhet jemi të vetëdijshëm se rruga paqësore nuk është një rrugë e shpejtë, si ndeshja e stadiumit, por është një rrugë e sigurt. Dhe një herë të siguroj se Edi Rama është në rreth të kuq, është i gatshëm të kishte gjallë të ndjerën nën ta shiste edhe atë për lkurën e vet. Por le të shes çdo gjë, shqiptar do t'i tregojnë vendin atij. Me asgjë nuk do mund të mburoj për lkurën e vet. Albanian Americans, doktor, Rama tha që nuk është e vërtetë që negociatat me BE-n janë bllokuar. S'po e marrin vesh këtej, BE-ja nxjerr raportin ku i cilëson këta hajdut, e shkuar hajdutit, këtej vazhdon negociatat. S'merret vesh edhe këta zyrtarët e BE-s. Si mund të ulet në një kryes me një hajdut që vjell popullin e tij? Tani, cila është realiteti? E vërteta është, i dashur mik, raporti i Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian. Ai raport ka një histori. Një histori e cila bazohet në qëmtimin, në verifikimin, në vërtetimin e të vërtetave në vend nga një komision faktmbledhës i Parlamentit Evropian që erdhi në Shqipëri me kërkesë të opozitës shqiptare.
unë do të informoj shqiptarët se mund të duket çudi, por një nga vështërsitë serioze tonat në diskutime me miq dhe partner është se kur ne tregojmë ndodhit në Shqipëri, ata na i besojnë, por na thonë se këto duken të pabesueshme. Ne i kishim paraqitur këto në Parlamentin Evropian. Ne i kishim paraqitur këto në të gjitha forumet e organizatave tona. Por, siç e pati ju, Parlamenti Evropian vendosi të sjellë një mision fakt mbledhës të përbërë nga deputet të 9 grupeve parlamentare që formojnë të parlament. Partia Popullore Europiane solli një mision fakt mbledhës të përbërë nga përfaqësuesit e 30 partive politike të qendrës djathtë në Europë. Pra, gjërat u konstatuan në vend dhe unë mund të them se në atë raport që ju e citoni me të drejtë dhe që ajo është radiografia reale e situatës në Shqipëri, janë bërë 300 sa ndërhyrje dhe amendime. Keni të drejtë. Si duhet ta kuptojmë raportin? Raporti konstaton një sëri, një morit pa fund me problemesh që ekzistojnë dhe bën thirrje të adresohen. Përndryshe, mos adresimi i tyre ka pastaj raport tjetër në cilën i thuhet të ndërpriten të gjitha bashkëpunimi me Shqipërinë dhe unë ju them që është konsideruar. Edi Rams i është thënë se një variant është të xhbëjmë të gjithë procesin e integrimit që nga fillimi me Shqipërinë. Por ky variant është rezervë. Nuk është vu me njëherë në lëvizje. Është vend ky raport i cili përfaqëson Parlamentin Evropian. Ky raport do të kalojë, se ky është në Komisionin e Jashtëm, do kalojë në seancë plenare në qershor dhe ky raport është një, thash dhe një herë, një mbështetje fuqishme për popullin shqiptar, për qytetarët shqiptar dhe opozitën shqiptare në rrugën e integrimit. Ky raport bën diagnozën e problemeve madhore të krijuar nga Rama, Balluku dhe hajdut të tjerë në Shqipëri. Greta Beqiri, zoti Berisha, si shpjegohet që disa organizata të gazetarëve reagojnë vetëm ndaj deklaratave tuaja, ndërkohë që ndaj gjuhës fyese dhe denigruese të Edi Ramës kanë zgjedhur heshtjen. Rama i ka etiketuar mediat me terma si kazan, tenxhere, plotësime të tjera fyese, madje ka pasur raste kur i ka përzënë gazetarët nga konferencat për shtyp, por nuk kemi parë të njëjtin indihim publik apo deklarata të forta nga këto organizata. Nga ana tjetër, dje gjatë protestës u sulmua grupi i xhirimit të Syri TV dhe sërish mungoi reagimi i tyre. Pse ekziston kjo qasje e njëanshme dhe pse krijohet përshtypja, sikur ka një betejë të vazhdueshme vetëm me Sali Berishën, kur ju nuk keni ushtruar dhunë e as fyerje ndaj gazetarëve dhe deklaratat tuaja po paraqiten si sulm ndaj medias. Shumë faleminderit Greta për pyetjen. Është shumë e vërtet. As nuk kam fyer dhe as nuk fyej gazetarë. Dhe jo se i konsideroj pa mëkate, por se në analizën time konstatoj se mafja e vërtet e fjalës lirë janë pronarët e medjave, të cilët në mënyrë të paligjshme fitojnë dhjetra e qindra milion euro pasuri publike dhe fonde publike për të mashtruar shqiptarët për llogaritë e Edi Ramës.
Unë të garantoj, Greta, se në qoftë se unë sulmoj ose kam këtë qëndrim ndaj kësaj mafje, e kam me bindjen më thelbësore të nërgjegjësime. Fjala e lirë, nëse ka diçka të shenjtë përveç shenjtërisë fetare, për mua është fjala e lirë. Dhe kur shoh se çfarë bëjnë këta mafiozë, se si manipulojnë, se si censurojnë, se si mashtrojnë qytetarët, atëherë unë e kam përnder të shpall luftë atyre dhe më nderojnë me luftën ndaj meje. Natyrisht, në këtë betejë, ku nuk kam atakuar absolutisht, përveç 4-5 quaj gazetar, quaj horra, quaj ç'të dush, dhe këta janë Sokol Balla, i cili ka dosjen me 10 milion euro transaksione të vjedhura nëpërmjet ish bashkëshortës së tij, është Kreshnik Spahiu, i cili në paftyrësi, pasi është vërtetuar me dokumenta zyrtare se gjobiste gjykatësin për ta transferuar me bamirin e tij nga Durrësi në Tiranë me 300.000 euro, për ta emëruar në Tiranë me 500.000 euro, dhe tani si çakall natë për natë nxjerr fytyrën e tij të nxirr në ekranet televizive, si Hidajet Beqiri, një delinkuent i dënuar për përdhunim, për vjedhje, për terrorizëm dhe mirët në studio, si Adriatik Doçi, i cili merr porosi direkt nga Linda Basha dhe është faktuar me regjistrime të dosje gjyqësore se vën gjoba. Unë të tjerë me gazetarët nuk kam sulmuar, dhe edhe ata që kanë shkruar me 100 artikuj kundër meje, le të shkruajnë sa të duan. Por ajo që është e dhimbshme, ajo që thoni ju, këta jo vetëm nuk reagojnë ndaj Rams, po këta reagojnë kur unë sulmoj pronarët e tyre. Dhe këta, lexoja një ditë një deklaratë të një zonjës Binaj, pyesun, çfarë është kjo, thonë, kjo nuk është gazetare. Ajo përfaqësonte Safe Journalist. Dhe ajo krahasonte deklaratat e mia me djegjet, me shembjet që i bënte Edi Rama Focus Group për ta mposhtur, për ta futur në sqetull. Ose krahasonte sharjet masive për gazetarët, mizogeninë e tij e tjerë, me një njeri që sulmon, dhe ky sulm ndaj pronarëve ka dhe një synim, të mbroj në një farë mënyre gazetarët nga padronët e tyre. Ndaj dhe sigurisht është dobësina atyre, kjo zonja nuk përfaqësonte, më thanë mua, nuk është gazetare, pyeta për te. Kurse këta të asociacionit të janë konflikt interesi, nuk u merret parasysh, sepse nuk mund të rasti ishte për News 24, nuk kam sulmua asnjë gazetar, përkundrazi. Jam shprehur pse kam respekt për ta dhe kam, por kam sulmua atë i cili i çonte me detyrim lajmet në kompjuter. Ai i cili i mirte nga Edi Rama, nga zyra e Edi Ramës lajmet, për kë? Për një bashkëpunëtor të krimit, që donin me çdo kusht të kandidojnë në Partinë Socialiste, në Partinë Demokratike, që donin me çdo kusht të rikthenin kohën e Lulbash në këtë parti, ta kriminalizonin përsëri. Po kjo s'mund ndodh kurrë. Ndaj dhe unë do ta kisha shumë më thjesht, u them këtyre gazetarëve, të emroja një gazetar me emër. Po jo, unë emrova atë që është autori i atyre shpifjeve
dizinformimeve, lajmeve dhe absolutisht këtu ndomken në çdo qendrim kjo mafje e fjalës lirë si mafja më e rrezikshme se ajo kokainës. Mirash Gecaj, ju po bëni një punë të jashtëzakonshme, doktor Berisha. Për këtë ju është mirënjohës çdo shqiptar. Një vrejtje kam për strukturat e PD-s në terren. Ato nuk po e bëjnë punën si duhet për të qenë në një linjë me ju. Faleminderit për vrejtjen. Jemi në një situatë terrori. E vërteta është, ta dini shqiptarët. Një terror real ushtrohet nga narkoqeveria me të gjitha mjetët që njerëzit të heshtin. Një terror tjetër shtrohet që të kompromentohen sa më shumë kundërshtarët. Dhe ky është një realitet jo i shpikur nga unë, po ky është një realitet i pamohueshëm. Por ajo që ju them çdo demokrati dhe demokratje, se sot rruga dhe shpresa e vetme është protesta jonë. Se në qoftë se ne heshtim, ne veç se cimentojmë edhe për 2 dekada pushtetin e Edi Ramës. Heshtja jonë do ishte bashkëpunim me Edi Ramën. Heshtja jonë do ishte shuarja jonë. Edi Rama nuk do të donte asgjë më shumë dhe ishte i gatshëm për çdo shpërblim ndaj PD-s, në qoftë se ajo do heshte ndaj saj, ndaj tij. Ndaj dhe strukturat e Partisë Demokratike, demokratët, është e vërtet duhet të organizohemi më mirë. Duhet të organizohemi, duhet ta kemi të qartë se po luftojmë me një diktaturë. Dhe lufta me një diktaturë është lufta më e vështirë, por është gjithashtu edhe misioni më i rëndësishëm që mund të përmbush njeri, ndaj vendit, ndaj vetes tij, familjes tij, dignitetit tij dhe vendit tij. Kam besim shumë se Partia Demokratike, strukturat e saj e faktuar në 8 kryengritje paqësore. Dhe jam i bindur se këto do vazhdojnë gjerën për mbysjen e Edi Ramës. Misioni ynë është misioni i përmbysjes së këtij regjimi dhe rikthimit të votës lirë. Nuk do presim kur protestën. Pa Lubi Ballukun në burg, pa Edi Ramën para gjyqit, atje ku ka vendin. Ta di ne i themi haptas, të bëjë çdo gjë, po asgjë në botë s'na bën tërhiqemi ne nga këto objektiva ndaj një qeverie që nuk ka asnjë legjitimitet. Ju lutem, a e lexuat raportin? Çfarë thot raporti i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian? Raporti i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian për të gjitha ata që njohin ABC-n e doktrinës e të drejtës elektorale, e doktrinës elektorale, e zgjedhjeve. Në 2 rreshtat e parë deklaron se Shqipëria kishte zgjedhjen në Shqipëri ishin kushte partisë shtet. Ju lutem, kërkoj vëmendjen tuaj. Lexoni rrjeshtin ku thotë se ka një modifikim të fortë. Legjislacioni shqiptar, thot, elektoral shqiptar, përgjithsisht lejon zgjedhje kompetitive. I lejon legjislacioni, por çfarë ndodhi, thot? Ndodhi, thot, që linja ndarëse midis institucioneve shtetërore dhe strukturave të partisë u shua. Pra, ata që kanë jetuar në diktaturën komuniste e dinë se partia shtet
bënte zgjedhje, nuk bënte partia, po bënte partia shtet zgjedhje, dhe kësaj radhe në Shqipëri, zgjedhjet u zhvilluan nga partia shtet dhe ndaj ishin fars. Përveç kësaj, përveç këtyre, mendoj se në atë raport ekziston në çdo paragraf hija e zezë e damkosur e Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Ndaj dhe ne duhet të qëndrojmë me çdo kush dhe do qëndrojmë. Dhe nuk ka fat më të madh. Ja u them unë ju demokrat, mbështetës tanë. Unë e kuptoj që jeni të lodhur, jeni të dëshpëruar, jeni të dekurajuar, por ta dini mirë se nuk ka fat më të madh se sa të luftojmë këtë regjim. Edhe ne do ta bëjmë atë. Marian Gjeci, doktor, pse emisionet kryesore politike nuk e trajtuan në asnjë çast raportin e Parlamentit Evropian? Urdhër direkt i Edi Rams. Ja pra më thoni. Më thoni ju lutem. Raportet, debatet televizive, raportin më të rëndësishëm, ja u them unë ju që ky është raporti më i rëndësishëm, për aq sa është më i rëndësishëm institucion i Bashkimit Evropian, Parlamenti Evropian. Dhe shqiptarët nuk dëgjuan në studiot televizive asnjë koment, asnjë komentator, asnjë debat të thonë asnjë fjalë. Më thuaj ju lutem, a nuk është kjo censur totale absolute e mafjes së fjalës lirë? A nuk është kjo fshehje e të vërtetave më të hidhura për të mbrojtur regjimin e Edi Rams? A nuk është kjo abuzim maksimal me valët e publikut nga mafja më rrezikshme e fjalës lirë, pronarët e mediave të shitur të Edi Rama, që kontrollohen nga Edi Rama? Geraldina Kola, zoti Berisha, sot Rama na uroi ditën e Europës, por në fakt është ai që pengoi integrimin për të mbrojtur Ballukun dhe Mirlindën. Si ka mundësi që Europa nuk e vëren se ky njeri bashkëpunon me kartele droge që shesin tonelata drogë nëpër Europë? A keni një koment pse ambasadorët si Gonzato nuk flasin për këtë çështje? E vërteta është se një radhë parë duhet uroj ditën e Europës të gjithë shqiptarëve dhe europianëve. Por kjo ditë e gjen Shqipërinë në udhkryqin më të rrezikshëm në historinë e saj. Në një udhkryq të shkatërimit të ëndrres europiane, në shumë kuptime. Në një kuptim, zëvendësimit të vlerave europiane, standardeve, normave dhe kritereve me ato të narkoshtetit, të pushtetit absolut të Edi Rams, por në një kuptim tjetër, edhe të vetë ëndrres, si të themi, si projekt i të rive shqiptar që e marrin me vetë rrugëve të botës. 720.000 të ri shqiptar janë larguar nga Shqipëria, që do ndërtonin këtu Europën, do ndërtonin ëndrrën europiane. Tani, mendoj se partnerët tanë kanë realizuar se ç'përfaqëson Edi Rama dhe qeveria e tij. Natyrisht, duhet të jemi të sinqertë. Edi Rama e ka bazuar kryekput procesin e integrimit në lobim korruptiv. Lobim të fuqishëm korruptiv. Nuk është e larg dita kur raportet që shkonin në Komisionin Evropian nga përfaqësia e tij me të famshmen hajduten Romana Vlahutin,
shkrueshin në zyrat e Edi Ramës dhe firmosishin nga ajo. Shqiptarët dëgjuan se si u arrestue Federica Mogherini, e cila ndër të tjera ishte dhe mikesha më e dashur e Edi Ramës, por në qoftë se u arrestua në Bryzh për 3 milion euro, unë ftoj prokurorin publik europian, ftoj Olafin, të vinë të hetojnë marrëveshjen korruptive të saj me Edi Ramën që shkon në 20 milion euro. Po imagjinoni ju forcën dhe peshët e saj në lobing. Imagjinoni ju dhjetra milion euro që shpenzon për të korruptuar. Kurse, për sa i përket ambasadorit aktual, unë kam shprehur, ky sillet si me qenë ambasadori Edi Ramës, masi ky zotëri në mënyrë të vërtetuar, ka transmetuar në Bruksel trillimet më të pavërteta ndaj opozitës. Sikur opozita nuk është për integrimin, për të mos treguar shumë gjëra tjera, dhe se kur diskutohet në Coelho pse nuk i hiqet imuniteti Lubi Ballukut, shkëlqësia e tij Gonzato thot se ky është interpretimi shqiptar i imunitetit. Në një kohë kur, në vitin 2009, 2010, 2011, sa herë ka kërkuar prokurori i përgjithshëm janë heq imunitetet pa asnjë koment. Zëvendës kryeministër, ministra me radhë. Por, ne jemi ata që i themi gjërat haptas. Dhe është përpjekur në shumë mënyra të paraqes opozitën si jo të orientuar drejt integrimit, po ka dështuar eksponent transishëm të Bashkimit Evropian ja kanë bërë të qartë në prani të tjerëve se opozita, se Partia Demokratike është thellësisht orientuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe është partneri ynë, i është thënë shkëlqësisë tij. Ndaj dhe ai ka bërë zgjedhjen e vet. Është unifikuar komplet me Edi Ramën. Dhe sa herë unë thoja ndonjë të vërtet, bashkë me ndonjë lobiste tjetër të tij në Komisionin Evropian, lëshojnë deklarata, por unë absolutisht shqiptarëve dhe bashkimi dhe partnerë evropian do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Adetota, doktor përshëndetje, policia ka deklaruar se do të vendos censurën dhe nuk do të publikojë ngjarjet që ndodhin çdo ditë. Sipas jush, për çfarë arsye policia e Skënderhitajt ka vendosur që të fshes situatën kriminale në vend? Omerta, kodi mafjes. Mafja. Ky është zëvendësimi i shtetit ligjor i transparencës me ligjin e mafjes. Skënder Balluku, mos i thoni Skënderhitu, Skënder Balluku, që një hajdut me çizme, do ta marrin vesh shqiptar se përfaqëson Skënder Balluku shumë shpejt. Do ta dinë se çfarë mbron ai. Do ta mësojnë se çfarë mbron. Shoqëri Mirtollari, doktor Mirdita. Mirdita shoqëri. A keni besim se drejtësia shqiptare do të ushtrojë detyrën e saj në mënyrë të pavarur dhe pa ndikim politik në hetimet që lidhen me emra si Akshi, Gysagasi apo Belinda Balluku? Gjithçka degradoi, i dashur shoqëri. Totalisht. Belindën përdori Edi Rama 83 mandatet si thika krimi për të mbyllë dyert, heqjes imunitetit dhe arrestimit saj, sepse ishte vetë të paktën në 60% më shumë se Belinda në dosjet e saj.
Kështu që Belinda u myll, bile sot ajo do ta dini një gjë, bën ligjin në partinë e krimit dhe s'ka si të mos e bëj ligjin në partinë e krimit. Ju garantoj për këtë. Cilin do që don ajo e heq dhe e bën të paqen. Nuk është rasti këtu vetëm për Spiropalin, po kërkoni pak ku e keni Ogertën. Ogerta ngriu, vetëm se i tha Belinda mirë është t'japish dorëheqjen se qytetarët po na sulmojnë shumë, nuk po na presin, nuk po flasin vetëm për ty tani. Ashtu i tha jo mirë. Edhe e keni pa ku në për ekrane? E keni pa të bajdoj deklarat më? Ja qepi gojë. Lubia emroi dhe Skënder Ballukun, drejtor policie, më shpres se ky horr, ky kriminal në krye të policisë do mund ta mbrojë. Do ta shohim. Shqiptarët do të mësojnë se cili është Skënder Balluku shumë shpejt. Elion Kaja, përshëndetje lider historik, shpresa e vetme e shqiptarëve. Bravo për qëndresën tuaj dhe që në këtë moshë jeni vetë në krye të protestës. A do të kërkoj Partia Demokratike me çdo kusht e çdo çmim rikthimin e komunave? Partia Demokratike do të kërkoj një hartë të re Elion, e cila do të diskutohet në çdo qark, edhe unë jam totalisht kundër sistemit që vendosi Edi Rama kryekput antiqytetar dhe elektoral. Të lutem. Ku e kam atë telefon? Ja, s'ka gjë, jo e kam tu, prit një minutë. Do më falni një minutë, t'ju lexoj një mesazh të qytetarit digital për të mësuar ja tak. Për të gjithë qytetarët që po e ndjekin këtë bisedë. Më thot, përshëndetje doktor, Belgjika ka një popullsi 11.8 milion banor dhe ka 581 komuna. Më e vogla ka gjithsej 80 banor. Dhe komuna më e madhe 550.000 banor. Slovenia ka 2.1 milion banor, pra ka më pak se Shqipëria dhe ka 212 bashki. 212 bashki, ju lutem. Bashkia më e vogël ka 400 banor dhe bashkia më e madhe ka 300.000 banor. Maqedonia e Veriut ka 1.8 milion banor dhe ka pra shumë më pak se Shqipëria dhe ka 80 komuna. Komuna më e vogël ka 3.000 banor dhe komuna më e madhe ka 500.000 banor. Mali i Zi ka 620.000 banor dhe 25 bashki. Bashkia më e vogël, pra Mali i Zi, po ta marrish 4 herë më i vogël në numër, i takon të ketë të paktën me proporcion 100, në proporcion 100 bashki. Bashkia më e vogël është 2.000 banor, bashkia më e madhe është 190.000 banor. Kroacia ka 3.8 milion banor dhe ka 428 komuna dhe 127 bashki.
Kroacia, vendantari i Bashkimit Evropian, me 3.8 milion banor, ka 428 komuna dhe 127 bashki. Komuna me e vogël është 150 banor dhe komuna me e madhe ka 770.000 banor. Pas hyrjes në Bashkimin Evropian ka shtuar numrin e komunave dhe të bashkive, sepse duhet të shërbet, pushteti duhet jetë afër qytetarëve. Bosnia Hercegovina ka 3.200 milion ka 3.2 milion banor dhe ka 123 bashki. Bashkia me e vogël është 150 banor dhe bashkia me e madhe është 190.000 banor. Polonia ka 38 milion banor dhe Polonia 38 milion banor, ka 2.477 bashki. Bashkia me e vogël ka 1.400 banor, bashkia me madhe Polonis ka 1.8 milion banor. Luksemburgu 680.000 banor dhe ka 100 bashki. Bashkia me e vogël 500 banor dhe bashkia me e madhe 135.000 banor. Spanja ka 28 milion banor dhe ka 8.131 bashki. Bashkia me e vogël në Spanjë është 3 banor, Ilian de Vacas, dhe bashkia me e madhe është 3.4 milion banor, Madridi. Italia ka 58.6 milion banor dhe ka 7.696 komuna. Komuna me e madhe 2.8 milion banor, Roma, dhe komuna me e vogël Morterone me 30 banor. Francën, po ja u them me qenë se e di, ka Franca me rreth 60 milion banor, ka 35.000 komuna dhe bashki. Kjo çfarë bëri Edi Rama Shqipërisë. Dhe nga të gjitha këto vende që përmenda, Shqipëria është më malor se cili nga këto vende, se ka 80% të teritorit kodër dhe mal. Dhe Shqipëria ka infrastrukturën më të dobët se të gjitha këto vende. Pra, ky ishte një plan, një projekt antikombëtar, ky ishte një projekt i çpopullimit të Shqipërisë, ishte një projekt në zbatim të platformës Çubrilovicit. Sigurisht që ne do insistojmë me të gjithë fuqitë tona që projekti tjetë në interes parësor të qytetarëve. Faleminderit. Jon Nasi, zoti Sali Berisha, siç keni deklaruar, megjithse nuk ishit dakord me ligjin 7501, keni kërkuar ndjes që nuk e keni anulluar. A do ta anulloni paketën e maleve kur të vini në pushtet? Si ligj që do të grabis tokat dhe do të krijojë akoma më shumë konflikte të pronës private? Absolutisht me njëherë. Me njëherë. Nga ligjet e para. Si ligj që plaçkit tokat nxit vllavrasjen dhe vjedhjen. I teket trafikantit të të ardhme të marrë tokën ty, ta merë, zguxon të flasish, të vjen policia e tjerë e tjerë. Ajo është paketa e mafjes maleve për të gjithë Shqipërinë, se ju e keni marrë vesh që projektet kryesore janë në lartësi 30 deri 100 metra të nivelit detit. Por, cile është qëndrimi ynë? Qëndrimi ynë në të gjitha zonat malore ku investohet 10 vite pa asnjë taks, përveç taksës së sigurimit punojësve. Silvana D'Anglia, përshëndetje doktor Berisha. Pyetja e parë. A do ta kallëzoni këtë polici kriminale në organet e drejtësisë dhe tek ndërkombëtarët për dhunën e ushtruar ndaj protestuesve paqësor
ku uji nuk u kursye as tek ne e as tek pensionistët? Dhe pyetja e dytë, grupit parlamentar të PD-s i është mbyllur çdo hapësirë në kuvend, edhe pse kuvend nuk mund të quhet. A mendoni si grup të futeni në grevurie? Faleminderit shumë për pyetjet, edhe faleminderit shumë për pjesëmarrjen. E vlerësoj shumë pjesëmarrjen tuaj dhe çdo qytetari. Në këto kushte terrori qendresa është një heroizëm i vërtet, është një guxim i vërtet. Dhe ju garantoj se Edi Rama nuk ka të gjatë kohën në pushtet. Do psoj atë që kanë mësuar të gjithë diktatorët në histori. Sigurisht që ne do i denoncojmë të gjitha këto, por siç e shihni, kontrolli mbi sistemin mbi organet e drejtësisë është i plot dhe total nga Edi Rama. Total. Ju e pa çfarë ndodhi, se si e gjora Mirlinda e Edi Rams, Mirlinda e Akshit Edi Rams, që si mashtrues ordiner gënjente popullin e tij, sa ajo banonte në një shtëpi me qera, sa ajo s'kishte makinë dhe s'kishte asnjë pronë tjetër, dhe që na del me dokumenta zyrtare se ajo ka vila dhe apartamente, 200 sa metra më të mëdha, ka veturë super luksoze, ka ullishte dhe ara, dhe këto janë vetëm maja i icebergut pasurive të kësaj hajdutje. Dhe ai me Ilir Pandën, ish ministrin socialist sot antar gjykate i drejtësisë depolitizuar, e nxori edhe nga arresti i shtëpisë në mënyrë që Linda të shkojë me atë tafajnë e tij dhe të zhduk çdo dokument dhe çdo gjë që kompromenton edhe Lindën e Surrelit, e cila de facto ka qenë drejtoresha faktike e Akshit. Linda e Surrelit është e dokumentuar. Ju lutem vetëm një moment. Me 14 qershor të vitit 2024, unë kam denoncuar nga arrestin shtëpi që isha Lindën e Surrelit si patronazhisten kryesore të Akshit të Mirlindës së Akshit. Çfarë kam denoncuar në një bazuar në një dokument që më erdhi direkt nga dosja e prokurorisë, në një regjistrim ambiental të shtetasit Geron Meçe, ortaku i Baxhanakut Edi Rams Armand Frangu, rezulton se ky shtetas ka takuar në ambiente të zyrës së tij një shtetas tjetër. Shtetasi tjetër është me inicialet AK, i kërkon Gerondit që të ndihmojë me anë të lidhjeve që ka me ortakun e tij, Baxhanakun Edi Rams, kunate Linda Rams, Armando Frangu, për tendrat të Akshi dhe me ndërhyrje direkte tek zonja Linda. Unë i kërkova po në këtë regjistrim rezulton se Gerondi ka dal garant dhe thot se në Aksh çdo gjë e kontrollon vetë deri tek dalja e tendrave, ai pranon se Armand Frangu e kontrollon Linda. Ai pranon se Armand Frangu është pronar de facto
i kompanisë ABC që kishte emrin e Gerondit dhe kanë mbështetjen e plot të kryeministrit nëpërmjet zonjës Linda, patronazhisë së Surrelit. Të gjitha këto përgjime janë në dosje dhe nuk janë në dosje. Një prokuror i skapit, Mara, bën presion të jashtëzakonshëm për likuidim, i bëhet presion i jashtëzakonshëm për likuidimin e dosjes. Por likuidimi i dosjes me përgjimin ambiental dhe veçanërisht këtë kërkonte Dumani të zhdukej, nuk u zhduk dot mbasi dosja ekziston edhe në vende të tjera. Pra, e kam denoncuar këtë me 14 qershor të vitit 2024, 2 vite para se dal, 1 vit e gjysmë para se dal dosja e Akshit. Natyrisht, Edi Rama ka kontroll total mbi drejtësinë, por ne pa diskutim do të çojmë padi penale për të gjitha këto qëndrime. Dhe pyetja e fundit, doktor. Doktor, përshëndetje. Për këtë javë që po vjen. M'fal, edhe një moment, Floriana. Lidhur me grevën e ujës, unë garantoj se deputetët janë të gatshëm plotësisht për çdo lloj veprimi dhe vendimi që i shërben shoqërisë dhe kombit, demokracisë. Për këtë nuk duhet keni asnjë dyshim. Pra, deputetët nuk i shmangen as detyrimeve, as përgjegjësive të tyre. Doktor, përshëndetje. Për këtë javë që po vjen, janë paralajmëruar lëvizje të forta të SPAK apo organeve të tjera të hetimit. A keni ndonjë informacion më shumë se çfarë të presim? Faleminderit. Jo, nuk kam asnjë informacion dhe jam skeptik, do t'u them me sinqeritet. Duhet ta dinë shqiptarët. SPAK-u ka një smundje të tmerrshme. Unë do t'ja u them. Dhe sigurisht aty ka njerëz shumë të ndershëm, ka njerëz trima, dhe në BKH dhe në SPAK. Por aty ka një smundje të tmerrshme. Ka prokuror me dokumenta zyrtare të lidhur me krimin. Ka prokuror me dokumenta zyrtare të lidhur me Gysagasin. Ka prokuror me dokumenta zyrtare të lidhur me Suelçelen. Me dokumenta zyrtare dhe nuk veprohet ndaj tyre. SPAK-u e ka emergjente ndëshkimin e atyre që shkelmojnë mbi ligjin, mbi besimin, mbi kushtetutën. Dhe ky është sistemi marrjes peng të skapit. Ndaj dhe unë nuk parashikoj në një gjë të veçantë në aq më tepër kur Edi Rama dëshmoi plot fuqinë dhe kontrollin e tij të plot edhe me vendimin e fundit të gjykatës së lartë. Këto ishin pyetjet, një mesazh përmbyllës. Duke përfunduar, ju uroj të gjithë ju që ndoqët të gjithë shqiptarëve dhe miqve tanë ditën e Europës. Shpreh një mirënjohje të pakufishme ndaj kombëve anëtare të Bashkimit Evropian, institucioneve të këtij bashkimi për ndihmën e jashtëzakonshme që u kanë dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Por theksoj se kjo ditë na zën ne në një udhkryq të rrezikshëm. Theksoj dhe një herë se sot po të kishte zë, Shqipëria do thriste më shumë se kur shqiptarët që ta shpëtojnë nga këta hajna të shpifur, pa moral, të cilët
po gryejnë dhe rënojnë në mënyrë të pamëshirë qenjen e këtij kombi, të rikt e këtij kombi, po shpërftyrojnë të moshurit e këtij kombi. Pensionistët, ata që me lumejt e djersës kanë ndërtuar këtë Shqipëri, sot trajtohen absolutisht shumë më poshtë se niveli i kafshëve shtëpiake në shpenzime. Ky mashtrues ordiner i pamoral, që u zotua se do t'ja u indeksoj pensionistëve, që bëri ligjin, që detyron instatin të nxjerrë veças efektin e inflacionin mbi shportën e mallrave bazë në mënyrë që t'indeksohen pensionistët mbi atë bazë, e fsheh këtë indeksim që bën. Lekët shpenzohen, indeksimi bën, po ja u fsheh pensionistëve. Dhe tani ka heq dorë nga indeksimi. Ka heq dorë nga indeksimi në një kohë kur mbi 100.000 shqiptar marrin pension ndër 100 euro. Në një kohë kur 490.000 shqiptar marrin pension të pjesëshëm dhe jo të plot. Në një kohë kur sot me pensionin që merr, pensionisti nuk blen dot absolutisht as 40% të atyre që blente në vitin 2013 me pensionin mesatar 120.000 lekë. As 40% të tyre si blen. Pra, dhe të gjitha këto, ky përpiqet t'i përmbledh, po je bonuse. Sa janë bonuset që jep ky? Bonuset që jep ky janë 8 euro. Janë 2 kile domate. Nuk ka tallje më të madhe në një kohë kur ligji e detyron këtë, që edhe pa atë çmim të tmerrshëm të domateve t'i paguaj. Pra, duhet të ngrihemi me guxim të madh. Dhe këta gra dhe burra që dalin prej 8 herësh në kryengritje, duhet të jenë frymëzim. Këta luftojnë për çdo shqiptar. Na edhe të vazhdojmë këtë betejë të sigurt se Edi Rama është i plagosur për vdekje dhe ai mund të qëndrojë në pushtet vetëm në qoftë se lejojmë ne. Dhe kjo do ishte përgjegjësi e pafalshme e opozicës dhe shqiptarëve para vetes tyre, para të ardhmës së fëmijëve të tyre. Ne nuk do ta lejojmë atë. Faleminderit dhe në protestën tjetër shumë shpejt do u komunikojmë ditën të bashkohemi përsëri në si të pamposhtur kundër këtij regjimi